Pra rreziku për të pasur një vazhdimsi të atyre që ju thatë në fillim të rrezikut në lindjen e mesme, të sulmit në lindjen e mesme dhe pasigurisë së Izraelit dhe vendeve të gjirit. Pra asgjë nuk është zgjidhur. Situata është përkeqësuar, por ky arpushim ka premisat, si thashë ju, me Pakistanin negociator, me Kinën, ndoshta me Rusin, Turqin, dhe këtu është për të hapur një klap që Evropa është jashtë fare dhe ky është një problem shumë i madh për ne pastaj për të ardhur lokalisht. Mendoj se Evropa është jashtë lindjes dhe jashtë Amerikës, është po thuaj. Të dyja po, sakt. Dhe jep një farë shpresë, një farë çlirimi për të mos bërë çmenduri të tilla si para 70-80 vjetëve. Në luftën e dytë botërore dhe të gjitha, sepse ishim shumë pranë. Ajo që mediat amerikane dhe perëndimore vrenin sot ishte se mbas atij kërcënimit të tmerrshëm të Donald Trump, ai pati një lloj efekti, sepse duhet thënë që Irani nuk e pranonte këtë marrëveshje para 2 javësh, pra që të hapte ngushticën e famshme, por nga ana tjetër Amerika thoshte nuk do jetë më e para dhe nuk do shikohet më në botë. Ajo që ju thatë si sistemi, si referenca e vlerat demokratike dhe superfuqia e mirë, e të mirës. Nuk do shikohet më mbas kësaj, sepse pra për ta divulguar është jo edhe tash ka Po. Gjithmonë ka më keq, gjithmonë ka më keq dhe problemi është që, domethënë, një president amerikan që thotë do të kthejë në epokën e kurit, do të shuaj një civilizim të tërë. Kjo nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur në histori. E kanë hudh bombën atomike, por nuk ka ndodhur. Që ta thonë do të zhdukem një civilizim. Është e parazvlefshme, është e krahasueshme me gjuhën e diktatorëve më të egërit që ka pasur historia po njerëzore. E ka zaptuar gjithë botën dhe nuk ka thonë do të zhduk një civilizim. Kështu që ky është problem dhe kjo është që të mos shihet më Amerika, të mos shihet nga gjitha vendet e botës si referencë e vlerave demokracisë, lirive dhe të mirës është kjo është problem dhe kjo do ndrojë gjithë sjelljen dhe e ka ndruar.